Arti të luajturit të kënduarit dhe bërjes së lahutës është shpadhur zyrtarisht pjesë e trashëgimisë kulturore jo materiale të njerëzimit nga UNESCO, duke u përfshirë në listën e elementeve që kërkojnë mbrojtje të menjëhershme. Për lahutarët e shuar, ky vlerësim është një moment krenarie, por edhe një përgjegjësi e madhe për të mos e lënë këtë traditë të shuhet. Është një gjë e veçantë dhe një ditë historike sot, sepse mos gjithë asaj kohet të mas gjithë aty në diskutimeve që u banë sikur lahutën e mori Serbia dhe e futi në UNESCO, pra kjo tregon edhe një herë sepse lahuta është e jona, lahuta është shqiptare, lahuta është kushtrimi i brezave. Lahuta ka vlera të mëdha edhe unë niva kënaqësi të madhe kur mora vesh që lahuta ka në UNESCO. Kjo është një fitore jo vetëm për muzikën tonë tradicionale, por për të gjithë kulturën shqiptare. Lahuta së bashku me eposin e kreshnikëve dhe baladet e traditës veriore ka shërbyer si mjet i transmetimit të virtyteve të trimërisë, shëndresës, besës, nderit dhe mikpritjes. Kjo trashëgimi është ruajtur brez pas brezi në krahinat e Malësisë Somale, Dukaxhinit, Malësisë së Gjakovës, Rrugovës, Drenicës, Plavës dhe Kucis, duke mbetur një nga shtyllat më të forta të identitetit kulturor shqiptar.